Fakt për fat kesh nuk po minimizohet veç fakti edhe roli i autoriteteve fetare që e kanë pas Liga Shqiptare e Prizrenit, por po synohet me minimizu edhe vetë roli i Ligës Shqiptare e Prizrenit. Dhe të pas parasysh debatet e këtyre viteve të fundit që kanë ndodhur për sa përket raportit midis identitetit fetare dhe identitetit kombëtar, edhe në përgjithësi historisë tonë të shqiptarëve, e kemi pa që ka një farë tendence të vazhdueshme për me dobësu rolin që e ka pas Liga Shqiptare e Prizrenit. Kjo bëhet me qëllim për shkak që synohet që identitetin tonë kombëtar me lidh me do farë, si më thonë, në disa momente ndoshta edhe ngjarje kogja shumë abstrakte, të panjohura, duke ju referu vetëm disa burimeve bazë të formësimit një kombit, siç është gjuha që është në rregull, kultura, tradita në veni, por që momentet politike dhe vendimarrje të rëndësishme në procesin e formësimit tonë kombëtar provojnë me i relativizu sidomos ato që ndërlidhen me rolin e Ligës Shqiptare e Prizrenit. Dhe kjo po del që është e qëllimshme, për shkak që Liga Shqiptare e Prizrenit është manifestimi më i mirë i identitetit tonë kombëtar, identitetit tonë fetar, po të njëjtën kohë edhe raportit midis feve të shqiptarët. Rrjedhimisht, Liga Shqiptare e Prizrenit, përveç platformës së ideologjike kombëtare, ka pas qartë edhe raportin i ka rregulluar në mënyrë shumë të qartë, edhe raportin midis identitetit kombëtar dhe identitetit fetar. Në njëjtën kohë, ka pas gjithmonë parasysh edhe idenë e përkatësive të tjera fetare të shqiptarëve. Liga Shqiptare e Prizrenit këto dilema, kombi, a feja, a kjo ajo që janë dalë prej bolshevikëve, prej antimuslimanëve, i ka zgjidhur 1878. Edhe të njëjtën kohë e ka zgjidhur dileme se kush janë muslimanët në formësimin e identitetit ose në formësimin e kombit modern të shqiptarët. Liga Shqiptare e Prizrenit dëshmon që muslimanët në përgjithësi, për shkak edhe të përqindjes më të madhe, edhe për shkak të pozicioneve në kuadër të Perandrisë Osmane, edhe për shkak të influencës që e kanë pasur në popull, edhe për shkak të statusit social që e kanë pasur edhe ekonomik e politik, kanë qenë influencues kryesor, kanë qenë dikues kryesor për formësimin e idesë nacionale të shqiptarët në kontekstin modern. Dhe kjo lidhje, pra konsideroj që për fat keq nuk po punohet sa duhet, për shënimin e saj mënyra të vazhdueshme çdo përvjetor, nuk ndoshta edhe kur po bëhen disa manifestime, janë bërë disa manifestime kështu tradicionale, disa fjalë të mira për sa i përket rolit. Janë të mjaftueshme sipas jush? Nuk janë të mjaftueshme, edhe nuk po provojnë me nxjerr të vërtetën përmbajtësore që ka pas Liga Shqiptare e Prizrenit.